Dhe mirë se vini në kanalin tim. Ju uroj një javë të mbar. Sot është ditë e martë, edhe unë mendova që të nis edhe këtë vlogun. Siç e shihni, kam nisur një ditë goxha të shëndetshme, kam bërë dhe pak stërvitje. Si fillim, jam zgjuar që në orën 6:30. Në orën 7 kam pirë atë detox water që e kam bërë me limon, portokall, ginger dhe fara chia. Mendoj që herën tjetër t'i shtoj dhe pak fare piper të zi, edhe pse do bëhet shumë djegse. Kam pirë gjithë atë gotën e madhe dhe shpresoj që t'japi efekte. Nuk do japi me një ditë, por do mundohem që çdo ditë të bëj nga një detox. Pasi kam bërë 15 minuta si fillestare disa ushtrime të thjeshta që i kam parë në YouTube tek njëra që është trejnere. Mbas stërvitjes kam zjerë një kokërvez edhe një banane, ky do jetë mëngjesi im, dhe do konsumoj drekën rreth orës 3:30-4, ndërsa darkën nuk do e ha. Tani të shikojmë nëse do japi efekte kjo gjë, por shpresoj që të arrit të shkoj tek kilet që unë dua. Sot në fakt kam menduar që ta kaloj ditën, të ha mëngjesin, do bëj edhe një dush, edhe do bëhem gati që të shkoj tek praktika e pasticërisë, ku do ri rreth 3 orë sot, nuk do ri më shumë, për arsye sepse kur të dal dua të shkoj në për disa dyqane që të shikoj për dekore për pranverën, do shikoj një herë, edhe kjo video do jetë e gjitha me dekorin dhe pastrimin e kuzhinës për pranverë, dhe në organizimin e saj me disa dekore pranvere, jo vetëm do shikojmë në përdyqane, por kam parë dhe në Pinterest disa inspirime për të krijuar dekore shtëpie me gjërat që na gjenden në shtëpi. Kam parë disa edhe do shikojmë se sa do t'i arrijm. Më në fund erdha në shtëpi, edhe siç e shihni kam bler perime, sepse e pas dhe në mëngjes që bëra detox, edhe pash disa receta në Pinterest për detox, që t'i pi çdo mëngjes. Por kisha menduar që për drek të bëja një recet prap që kisha parë në Pinterest me kungulleshk. Mora gjitha këto perime dhe harrova të merra kungulleshkën dhe do përfundoj të bëj makarona me avokado, duke qenë se kam një avokado që e bleva para disa ditësh që ka filluar të zbutet goxha, edhe them mami po e bëj salcë që ta përdor për pastat. Ndërkohë do ju tregoj këto perimet që kam marrë dhe gjërat që mora te Elsie Waikiki Home, që është tek sheshi Wilson. Dola nga pasticceria dhe thash të bëja një ecje në këmbë dhe të shkoja te Elsie Waikiki Home, sepse isha e sigurt që atje do gjeja gjëra për pranverën dhe gjëra që kanë lidhje me dekorin për Pashkët, duke qenë se në vende të tjera nuk është se kam parë. Edhe mora vetëm 2 gjëra, sepse ishin dhe çik shtrenjtë me thënë të drejtën, po mora vetëm 2 gjëra, duke qenë se shumë gjëra të tjera do t'i bëjmë me handmade, do të thënë do t'i provojmë të t'i bëjmë në shtëpi siç i kam parë në Pinterest. Tani t'ju tregoj më parë se çfarë mora tek fruta perimet tute lagja. Mora spinaq. Spinaqin do e përdor për smoothies, por edhe mund të bëj ndonjë gjë për të ngrënë. Kam marrë mollë jeshile.
Ka marrë kastraveca. Këtu tek qesja kanë karota, edhe karotat na duan. Këtu është edhe fatura që shkruan ky xhaxhi te lagja. Ka marrë 2 kiwi, edhe kiwi bën shumë mirë. Edhe domate. Tani të marrë gjithashtu shkova dhe te Konati shkoj gjithmonë për të marrë bukën, që është kjo e thekrës, edhe nuk kushton shumë, është 1300 lekë, edhe unë e çoj këtë gati një javë, sepse një copë në ditë ha. Edhe shikoj në një gjë që mund të gjej me ulje, në një gjë interesante që në marketet e tjera nuk është se gjen, por nuk mora asgjë, mora vetëm këtë bukën. Tani momenti për të treguar gjërat që gjeta te Elsi Waikiki Home. Siç e keni parë dhe te klipet e mëparshme, kishte shumë gjëra të bukura dhe kishte shumë gra dhe vajza që blinin. Gjëja e parë që mora është ky seti për krip edhe piper, që është si vezët e pashkëve. Dhe ti hapin bashkë, e hapa atje për t'i kontrolluar nëse ishin të sakta, që dhe kjo është për kripën, shikoni pak sa e bukur. Dhe kjo veza kështu, si lepurush këtu. Edhe tjetra është për piperin, mendoj? Po, për piperin. Sa të bukura që janë. Dhe mezi pres nesër që të bëjmë gjitha punët e shtëpisë, edhe të dekorojmë disa gjëra që unë kam menduar. Tani gjëja e dytë që mora ishte një finxhan. Duke qenë se më pëlqen të bëj cappuccino në shtëpi edhe të përgatis këto kafet në finxhan të bukur. Edhe mora këtë këtu për pranverë. Shikoni pak se sa i bukur që është. Është me lule. Ishte edhe një tjetër që ishte e verdhë dhe tek bishti që ne kapim finxhanin ishte lule diellit. Por më pëlqen më shumë kjo, nuk e di pse. Mendoj se është më pranverore. Edhe me këto lulet, me këto ngjyrat pastel mund të them. Këto të dyja mora. Janë shumë të bukura, më thoni pak se si u duken këto. Edhe nëse doni gjëra të tjera që keni parë te klipi, mund të shkoni te Elsi Waikiki Home. Kishte goxha gjëra të lezetshme dhe të veçanta që unë si kam parë nëpër dyqanet e tjera. Tani këto do t'i lajm. Por jo sot, do t'i laj nesër, një herë e mirë, kur të bëjmë edhe pjesën e dekorimit të shtëpisë. Sepse tani duhet të përgatis pastat me avokado, nga që po më hahet shumë bukur. Kanë kaluar një 2-3 orë të mira, edhe si që shihni jam bërë gati, sepse do dal me një shoqe për të pirë diçka. Ora është 6 e mbasdites dhe shiqyr nuk është rrethuar akoma. Kam veshur këto xhinset, që mi keni parë besoj edhe herë tjetër, këtë pulovrën, duke qenë se është ftohur pa koha jashtë, ndërkohë flokët i kapa qysh parë kështu, po e di që po më pëlqejnë. Edhe nuk po i luaj, po i mbaj kështu gjysma, e me këtë kapje si të çrregull mbrapa. Edhe nuk është se kam bërë ndonjë make-up, as pudër s'kam vendosur, thjesht kremin hidratues dhe atë të diellit që në mëngjes, thjesht lyva pak buzët, tregova pak vetullat edhe të ikim. Do marr këtë çantën e vogël, këtë këtu, që e kam shumë praktike, edhe sipër do vesh këtë palton time ngjyrë kafe që më kishte marrë malli ta vishja, duke qenë se kam veshur vetëm xhupa këto kohë, edhe xhupa të trasha, edhe besoj se kjo paltoja është tamam për këtë kohën tani, që s'është as ftohtë as ngrohtë, por diçka në mes. S'po i gjej dot ta vesh edhe anën tjetër. Do vesh atletet e mia, ato gazelet e zeza, sepse ato më shkojnë besoj sot edhe me çantën. Edhe të ikim, nuk e di ku do shkojmë, por të takohemi një herë, do ju marr me vetet, do me thonë po shkojmë në një vend interesant edhe të filmoj në një gjë,
se po nuk shkuam në ndonjë vend interesant, nuk kam çfarë t'ju tregoj. Tani po iki dhe shihemi më vonë ose mbase nesër. Mëngjesi nga dita tjetër. Sot kemi një super kohë të bukur dhe gjeni kush është me lumtura, edhe pse është pak ftohtë. Sot është dita që unë duhet të bëj të gjitha punët e shtëpisë dhe të dekorojmë shtëpinë për pranverë dhe pak për Pashkë, domethënë disa detaje të Pashkëve, duke qenë se në prill kemi Pashkët. Edhe kam menduar disa gjëra, kam parë disa gjëra të bukura, por përpara se të vazhdoj me gjitha punët, se e di që kam shumë punë në shtëpi për të bërë dhe do më zgjasë disa orë dhe duhet të ushqehem, të bëj mëngjesin më përpara. Siç ju kam treguar më para disa klipe më parë, kam përgatitur detoksin. Detoksi i ditës së sotme ishte kastravec, mollë jeshile edhe ginger edhe ujë. Ishte goxha e fortë sepse gingeri, siç e dini, të bën atë djegjen edhe më pëlqeu, e piva të gjithë gotën në fakt. Ka kaluar rreth një orë që e kam pirë dhe tani do bëjmë mëngjes. Kam menduar të bëj disa pancake të shëndetshëm. Kisha një fletore që kisha shënuar një recetë që ja kisha parë një vajzë në Instagram, Amis Recipes, që bën receta të shëndetshme. Edhe thash të bëj recetën e saj sot. Edhe mendoj të bëj edhe një reels për Instagramin. Dhe më pas të nisim nga puna. Ndërkohë sot nuk kam bërë stërvitjen e mëngjesit. Nuk e di pse tani po përtoja pak. E thash më mirë po mbaroj punët të gjitha dhe në fund të bëj edhe 20 minuta stërvitje, duke qenë se dhe hapat gjatë ditës i bëj nga 10.000 hapa. Sot gjithashtu nuk kam shkuar as tek pasticceria për të mësuar, por kam vendosur dhe menduar që të bëj gjitha këto gjëra që sapo ju thash. Tani të filloj me përgatitjen e pankekëve, se po më kryen zorët nga i gingeri dhe molla jeshile që unë kam pirë, dhe shihemi pastaj me gjitha punët që kemi për të bërë. Atëherë, receta që kam parë për pankekë është një banane, një kokorves. Ju mund të dyfishoni masat nëse jeni më shumë veta, por unë jam vetëm, kështu që më mjafton një banane, një ves, qumësht, që unë kam qumshin e bajames, duhet 120 ml, por pra po më duket pak si shumë edhe mund të hedh më pak, tërshër, 150 gram, baking powder dhe kanel. Këto në fund fare do t'i spërkasim me mjalt, me arra ose me fruta të thata, me boronica dhe jo me Nutella. Unë nuk kam shtëpi Nutella, kështu që jemi në ditët që jemi duke ushqyer shëndetshëm, po mundohemi. Ndërkohë doja t'ju thoja edhe për mbrëm që dolëm thjesht në një kafe tek Kalaja e Tiranës dhe nuk është se regjistrova gjë, por ja kaluam shumë mirë edhe kaq. Tani filloj me përgatitjen e pankekëve. Edhe t'ju tregoja, sugjerim nga ana ime, por nëse doni mund ta merrni si sugjerim ose jo. Qumshi i bajames që unë përdor është këtu nga Delta. Është qumësh greke dhe i gjeni në Big Market, atje e kam gjetur, unë nuk e kam parë në vende të tjera. Është edhe Alpro, por më pëlqen më shumë ky. Nuk ka ëmbërsues, nuk është me ëmbërsues brenda, nuk ka as laktozë, nuk ka as gluten, me azvestjo thot, azvestjo nuk e di si ta përkthej, dhe vitamina. Ka vitaminën D, vitaminën E, vitaminët B, edhe kalcium. Azvestjo është kalciumi, po. Kështu që ky është qumshi që unë përdor. Tani, duhet marrë edhe peshoren, në mënyrë që t'i peshojmë në mënyrën e duhur. Dhe të na dalë receta ashtu siç duhet. Atëherë, na duhej 120 ml. Pasi se një gotë e vogël do jetë. Të 120 ml. Unë mund t'i hedh 60 në mënyrë që mos bëj shumë. Ja, 120 do shtoj, sepse duket shumë pak. Na duhet bananja,
që e kam super të pjekur. Është në këtë lloj gjendje. Edhe tërshër 150 gram. Tani unë nuk e di nëse kam tërshër apo është granola që unë kam. Edhe s'besoj se është problem sepse kjo është e përsierë, po ta shikoni, edhe ka të ndryshme. Po ju nëse keni tërshër, shtojni tërshër. Pak se sa të mira që dolën, në fakt të parat nuk e di pse, por hodha shumë mas tek tigani për të bërë format e pankejve dhe u fryn goxha u hapën. Edhe te tigani dytë më pas si kam bërë më mirë, kanë dalë kështu. I kam vendosur sipër mjalt, shumë mjalt, kam vendosur banane, boronica edhe arrat të thërmuara. Tani çfarë bëra unë? Kam lar finxhanin tim, finxhanin që bleva atje, e kam lar. Edhe do ta fshi edhe do bëj një cappuccino. Ta inaugurojmë finxhanin e ri, është zoti i madh. Shikoni sa i bukur që është. Duket tamam si ato finxhane që shohim në Pinterest. Ky më pëlqeu më shumë në fakt. Edhe do bëjmë një cappuccino që të shoqërojmë pankekët dhe të fillojmë direkt nga puna, sepse shkovi ora 9:30 e mëngjesit dhe unë jam akoma te mëngjesi. Përpara se të nis me bërjen e punëve, kam parë disa metoda edhe nuk e di si ta shpjegoj. Domethënë që në mos përdorim detergjent për të larë kuzhinën, kam parë një mënyrë për të larë pjesët e druve që kemi të mobiljeve në shtëpi, ku do të përziejmë në një shishe, që të ketë këtë pjesën e Sprite për të spërkatur më mirë, do përziejmë vaj ulliri edhe uthull molle, do me thënë çfarë kemi në shtëpi që është përgatim, edhe do e përdorim për të spërkatur mobiljet në fund fare pasi të kemi mbaruar punët me këtë masën, edhe për t'i dhënë shkëlqim edhe që të pastrohen dhe të desinfektohen më mirë, besoj nga uthulla e mollës. Ndërsa një metodë tjetër që kam parë për larjen e xhamave, duke qenë se nuk I kam larë xhamat dhe ka qenë gjithkoha me shi, kam parë metodën me uthull edhe ujë të përzjera përsëri në një nga këto shishet kështu, edhe për t'i spërkatur, për t'i rënë me një leckë që të jetë mikrofiber, për t'i përthithur më mirë pluhurat edhe për t'u larë më mirë. Atëherë, do marrë si fillim vajin e ullirit, do t'i shikoj masat me sy, sepse nuk do e mbush shishen plot, por do hedhim këtu vaj ulliri edhe uthullën e mollës. Shpresoj shumë që këtë video mos ta shikoj babi, sepse do më mbysi, po të shikoj që unë e përdor vajin e ullirit për të larë mobiljet në shtëpi, por nuk do më marrim shumë, vetëm pak, sa për t'i dhënë atë efektin e shkëlqimit që jep vaj kudo që ne e përdorim. Besoj se kaq është mjaftueshëm. Ndërsa uthull mund t'i shtoj me shumicë, se nuk na prish shumë. Tani unë se kam prerë mirë këtë tapën e uthullës, por shpresoj t'ja dalë. Ja. Ku përzien që të dyja. T'ja vendosim tapën edhe ta përziem më mirë, në mënyrë që të bashkohen të dyja bashkë. Unë kisha këtë shishën e jarovas krestatores, kishte ngelu vetëm pak, edhe e shplava mirë shishën edhe kam gati për ta përdorur për mobiljet, ja. Tani do filloj punët, por do t'i filloj nga
dhomat e gjumit, që në fund të vi këtu te kuzhina, nga që kam shumë punë këtu, do pastroj të gjitha dollapet nga brenda dhe nga jashtë, edhe do t'ja tregoj dhe juve se e di që i pëlqeni shumë këto videot me pastrim dhe organizimin e shtëpisë. Si që patë edhe në klipe, unë të gjitha dollapet nga brënda, lartë edhe poshtë, sa po i mbarova së pastruari, dhe më e keqja është se nuk e di pse ka një shkëputje ledi, edhe gjysmi është i ndryquar, dhe pak nga cepi do me thënë, është e pa ndryquar, dhe më vjen shumë inat sepse nuk del mirë në për videot ose fotot që unë dua të bëj. Tani, me vajin që unë përgatita, edhe që është bashkë me uthullën e mollës edhe vaj ulliri, do t'ju bijem dollapeve të gjitha nga jashtë dhe të shikojmë, unë e provova dhe tek dhoma e gjumit edhe jepte një shkëlqim drurit, tani të shikojmë te kuzhina se si do jetë. Të fshirë të gjithë kuzhinën nga jashtë, kam këtë pecetën që është si tip pambuku, edhe të provojmë një herë se si do duken dollapet kur t'i pastrojmë me këtë gjën që përgatim.
në fund i mbarova punën, kam vetëm tualetin dhe për të bërë dush vetë. Por nuk kam ngrënë akoma, ora është 5 mbas ditës, edhe mendoj të bëj atë tavën që ju thash që dje me kungulleshka, edhe sot shkova që i bleva. Do të na duhet 2 kungulleshka, varet se sa persona jeni, unë nuk e di nëse do i bëj të dyja, por do t'i shikoj. Do të na duhet djathë kaçkavall, do të përgatisim një lloj salce, siç përgatisim salcën për pasta, me qep, me salcë domateje, me erëza të ndryshme. Ajo i kishte bërë të thjesht, por në komente lexova që është e mira të shtoni dhe mish të grirë ose salçiçe, çfarë ju të keni, që të mos jetë thjesht salcë. Nuk e di nëse do t'i shtoj, por të shikoj, nuk e di akoma. Tjetër që na duhet është dhe erëzat si për shembull majdanosi dhe koperi që unë i kam në ngrirje. Gjithashtu, receta nuk e donte panën, por unë duke qenë se e kam një të hapur edhe nuk dua që të kalojnë më shumë ditë, mendoj që t'ja shtoj nga lart edhe besoj do bëhet si tip besameli. Tani kjo receta është e shëndetshme, por me panën ikën pak ajo e shëndetshmja, por s'ka problem, sot jemi lodhur dhe na takon që të ham çfarë të duam. Tani po nis, jo, përpara se të nis, prisni pak t'ju tregoj ato vezet që mbushur me qiri të shkrirë. I kam futur në ngrirje, mund t'i fusit edhe në thjesht në frigorifer, por unë i vendosa në ngrirje në mënyrë që të ngrihen sa më shpejt. Tani nuk e di se si kanë dalë, aty në Pinterest dukeshin të lehta, por të shikojmë. Më doli qiriu i shkrirë vetëm për 4. Të shikojmë tani, inshallah nuk i prish. Edhe t'ja u tregoj në fund se si do dalin. Krijuar tek guacka e vezëve duken kështu. Në fakt unë arrita t'i mbushja deri në fund, por nuk e di pse ka ngelur. Kjo e di sepse nuk më arriti mirë dylli, si quhet, po dylli i qiriut. Ndërsa te kjo tjetër nuk e di pse ka dalë kështu si gjysmë. Ju mund t'i bëni më mirë në shtëpi. Por si herë e parë, duken bukur këto lulet brenda. Edhe te kjo ka dalë më e bukura nga të gjitha, sepse nuk është prishur, edhe lulja është këtu. Kam bërë 4 copë, të cilat mendoj t'i vendos tek tavolina e ngrënjes, ku vendosa edhe karotat që vendosa tek ajo vazoja. Nuk e di nëse ju pëlqyen, por i kisha parë në Pinterest. Të gjitha këto që bëra sot i kam parë në Pinterest. Ndërkohë unë kuputa edhe disa dek të kumblës që kemi tek baçe, duke qenë se ajo ka çelur lulet. I ka lule të bardha dhe i vendosa tek ajo vazoja e bardhë që ju po e shihni tani në klip. Tani po i mbledh këto guackat që bëra dhe po fillojmë përgatitjen e drekës darkës bashkë se po vdes për bukë. Tavën e kam bërë gati për të futur në forë, edhe kështu duket shumë e shijshme, por problemi vetëm që unë kisha është se nuk kisha atë prersen që mund të si tip thike, që mund t'i presin perimet shumë hollë dhe jam munduar me thik t'i pres, edhe kisha në fakt pak të vështirë që t'i mbështillja, bashkë me harxhin që kisha krijuar. Tani do t'i fusim në forë për 200-220 gradë, për derisa ato të piqen normalisht, do me thënë i shihni vetë me sy, dhe me zi pres që t'i provoj. Dhe në qoftë se dalin të mira, do ja u them dhe juve.
Përshëndetje nga dita tjetër. Unë në fakt sot nuk kam bërë vlog sepse sapo kam ardhur në shtëpi, isha tek pasticceria dhe nuk doja që ta mbyllja këtë vlogun pa I bërë një mbyllje tamam. Por përpara se ta mbyll, doja t'ju tregoja edhe një blerje që kam bërë para disa ditësh, edhe thash pse jo t'ja u tregoj dhe juve. Tek të përdorurat gjeta këto pupat. Janë këto pupat kështu në këtë printin leopard, edhe janë shumë të bukura, janë shumë të rehatshme. Nuk e di se të kujt marke, po të shikoni janë të reja aku. Nuk janë të përdorura fare, as në poshtë, as brenda. Edhe këto I mora të përdora për vetëm 10.000 lekë. Do shikoj prapë nëse I gjej pupa, sepse dua balerina, se nga që tani hapet koha, shkojnë me çdo gjë, mund t'i vesh me fustane, me xhinse dhe ngjan shumë bukur. Tjetër çfarë doja të thoja është që dje jam super lodhur, kam mbaruar në orën 7, jam ulur për të ngrënë darkën dhe drekën bashk, sepse kam mbaruar të gjitha punët dhe të bësh punët edhe video njëkohësisht është goxha e lodhshme dhe do shumë kohë. Mua më kanë ngelur pa bërë vetëm xhamat e dritareve për të larë, edhe do merrem sot me to, por nuk, ose do merrem sot, ose do merrem tek vlogu tjetër, sepse dua që t'ju tregoj dhe kam dëshirë në fakt, duke qenë se ne tek balkonet, nuk e di se si t'ja u shpjegoj, janë vazo prej betonit të mëdhaja dhe ato janë të mbushura me dhe, mami im gjithmonë I ka mbushur me lule, me gjëra të ndryshme. Tani unë duke qenë se I kemi bosh, vetëm njëra është e zënë, ndërsa një tjetër që është më e madhe është bosh, mendoj të marr disa fara lulesh ose të marr sallat jeshile dhe kam mbjell aty tek ajo para 2 vitesh dhe akoma del si sallat, por është e trash, nuk hahet. Kështu që do merremi tek vlogu tjetër, pak me lule, do mbjellim disa fara, edhe pse jo t'i kem derisa të jem, dhe ato do duken bukur edhe kur mos jem unë, kështu që s'është ndonjë problem. Tjetër nuk e di se çfarë doja të thoja. Por nuk e di nëse ju pëlqyen këto dekoret, pak dekore që unë krijova këtu vetë në shtëpi. E para ishte kjo këtu, kisha këtë shportën ngjyrë roz, kam vendosur këto fijet e kashtës, edhe këto që bleva tek Elsi Waikiki Home, që është kripa dhe piperi, e kam vendosur këtu te kuzhina. Ndërkohë te kjo vazoja që kam këtu mbrapa, që janë me këto degët e pemës, do mendoj se çfarë do var. Në fakt nuk e di se ku mund të gjej, por nëse edhe ju e dini mund të më tregoni nga ato vezët e pashkve që janë çokollatë, që janë të ndryshme dhe dua t'i var në spango, edhe t'i var tek këto degët. Por nuk e di, te Bigu kam parë, nuk e di se ku të shoh tjetër, te Kona di mbase mund të gjej, por kur të dalë përsëri do kërkoj. Ndërkohë, gjëja më e bukur që edhe më ka pëlqyer është edhe ajo vazoja që mbusha me karrotat, e mbushur dhe me ujë dhe nuk e di sa do na rrojnë, por që duket shumë bukur, e kam vendosur tek tavolina e ngrënies, gjithashtu edhe qirin që krijuam me guackat e vezëve, që nuk kanë dalë perfekte, por prap duken lezetshëm edhe kanë ato lulet brenda. Tani dua të bëj mbylljen e këtij vlogu. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer ky vlog që është vetëm pastrim dhe organizim dekore për pranverë dhe për Pashkën. Dhe bashkë të shihemi në vlogje të tjera më të bukura dhe mos harroni të më mbështesni me një subscribe, like ose koment. Sa më shumë subscribe, aq më shumë video të bukura do të kemi dhe në vazhdim. Ju përshëndes dhe t'ja kaloni sa më bukur. Paçim!